Selin dhe Rogerti janë përfshirë sot në një debat të ashpër verbal. Përplasja mes tyre ka nisur që një natë më parë, gjatë ceremonisë së dasmës së çiftit, dhe tensionet duket se janë përshkallëzuar edhe më shumë gjatë ditës së sotme. Rogerti akuzoi Selinën se nuk është e përqendruar te Gimbo, por se në fakt mendjen e ka te Miri. Sipas tij, kjo ishte e dukshme nga mënyra se si ajo e shikonte gjatë mbrëmjes së kaluar, pikërisht në momentin kur po kurorzonin simbolikisht lidhjen e tyre. Ai madje e quajti Selinën një aktore, duke lënë të kuptohet se sjellja e saj nuk është e sinqertë. Nga ana tjetër, Selin reagoi ashpër ndaj këtyre akuzave, duke ofenduar Rogertin dhe duke e cilësuar si një person ordiner që sipas saj i përket rrugës. Debati u bë edhe më i tensionuar kur në bisedë ndërhyri Miri. Ai u drejtua Rogertit me ironi, duke i kërkuar t'i përgatiste një kafe. Rogerti ju përgjigj me të njëjtin ton, duke e quajtur Mirin kapo. Gjatë përplasjes, Rogerti vazhdoi të këmbgulte se Selin nuk po i kushton vëmendje bashkëshortit të saj dhe se po qëndronte larg tij, sepse sipas tij ishte interesuar për Mirin. Ndërkohë, Selin u shpreh se nuk po arrinte ta gjente burrin e saj dhe vazhdoi ta sulmonte Rogertin me fjalë fyese. Situata mes tyre mbeti e tensionuar, me akuza dhe kundërakuza që e bën debatin edhe më të ashpër.